pyesnin, nëse ti je i që do të vinte, apo do të prisim dikë tjetër. Shkoni dhe të tregojnë Gjonit ato hipat dhe dëgjuat. I verbri po sheh, qali po ecën. Sa të lumtur janë ata që s'dyshojnë për mua. Po tashi, a mund të shohësh? Unë e shoh Jezusin. Bujku doli për të mbjellë. Ndërsa i the farën, ca kokra ranë rrugë dhe u shkelën. Ndërsa zojt e qiellit po çukitnin. Ca kokra ranë zallisht, dhe kur mbin ato thanë se nuk kishte fare lagështi. Ca të tjera ranë mes gjëmbash, të cilat u morën frymën, dhe disa fara. Ranë në tokë të mirë, e bim të rritën edhe mbajtën kokra, 100 secila. Mësues, përse flet me shëmbëltyra sa herë je para turmës? Ju i dini të fshetat e mbretërisë së Zotit. Të tjerëve t'ju jepen me shëmbëltyra, që t'i shohin por mos t'i kuptojnë, t'i dëgjojnë por mos t'i kuptojnë. Ky është kuptimi i shëmbëltyrës. Fara, është fjala e Zotit. Fara që ranë gjatë rrugës për ata që dëgjojnë. Por djalli vjen, u shkëput fjalë nga zemrat që t'i largojnë nga besimi dhe shpëtimi. Fara që ranë zalishti janë për ata që dëgjojnë lajmin dhe kënaqen nga ai. Por ato s'kanë rënjë. Ato besojnë vetëm përkohësisht. Dhe kur vjen koha e provës, ato rrëzohen. Farat që ranë në përferra janë për ata që dëgjojnë, por të lashe, kamja dhe kënaqësitë e jetës u azen frymën. Frytet e tyre s'piqen kurrë. Farat që ranë në tokë pjellore janë për ata që dëgjojnë lajmin dhe e mbajnë me zemër të pastër e të bindur. Ata kam ngulin derisa t'japin frut. Një ditë Jezu i hipi në një bark me apostujt e tij dhe u tha: "Ejani të shkojmë matan liqenit." Dhe ndërsa po lundronin, ai ranë. Ku është besimi juaj? Dhe lundruan për në Gedar, që është matan liqenit të Galiles.
Jesus, biri më të lartit sot. Çfarë do nga unë? Të lutem mos, më ndeshko. Si e ke emrin? Ushtar, të lutemi sot, mos na hidhnum ne, na lërë të futemi në tufën e terrave. Hej! Theuni! Dal! Dal! Dhe djajt dole nga njeriu Theuni! dhe hyn tek derrat. Largohu që këtej! Ej, magjistar! Na lerë! Largohu nga ky vend! Na lerë! Largohu që këtej! Do të ndjek kudo që të shkosh. Lërm, të vi me ty. Shko në shtëpi. E thuaju që bëri Zoti për ty. Jezuj dhe apostujt e tij u kthyen në Betsaid. Shumë njerëz e morën vesh dhe e ndoqën pas. Mësus, largoj njerëzit që të mund të shkojnë në të gjitha fshatrat për rreth për të gjetur ushqime stre. Ky vend është i vetmuar. Jepi ti vetë diçka për të ngrënë. Kaq kemi, vetëm 5 bukë dhe 2 peshë. I bekuar qofsh o Zoti ynë, mbreti i gjithësisë, ti që na je bukë nga toka. Kjo është mrekulli. E pabesueshme. Kush jam unë sipas tyre? Disa thonë se e gjon pak zori, të tjera të marrin për Elian, dhe sa thonë se e një profet i dikurshëm, i kthyer në jetë. Po ti që mendon? Cili jam unë? Ti je Mesia. Mos i thoni gjë njeriu. Biri i njeriu duhet të vuajë dhe të mohohet. Do të dënohet me vdekje, por pas 3 ditësh ai do ngjallet së vdekurit.
A do të vi njëri me mua? Unë do të vi me ju, mësues. Por së pari, të shkoj të ndahe me të afërmit e familjes. Cili do që nisë lëroj dhe pastaj sheh pas, nuk është për mbretërinë e Zotit. Ai që do të vi me mua duhet të mbajë veten. Të marrë kryqin e tij çdo ditë dhe të më ndjek. Sepse kushdo që do të shpëtoj jetën e vet do ta humbasat. Dhe ai që do ta humbas për hirin tim do ta shpëtoj. Ç'vlerë ka për një njeri sikur të fitoj botën e tij e të humbas shpirtin e tij? Po që së dikujt i vjen turp nga unë dhe mësimet e mia. Dhe biri njeriu do të turpërohet me të kur të vinë në lavdinë e tij, në lavdinë e Atit dhe Shpirtit të Shenjtë. Mësona si të lutemi, ashtu si gjoni pasuesit e ti. Kur të luteni thoni, Ati ynë që je në qiell, u shënqëroftë emri yt. E ardhë mbretëria jote, u bëft vullneti yt si në qiell ashtu dhe në tokë. Fal na bukën tonë të përditshme dhe shpëtona nga mëkatet. Ashtu si dhe ne do t'ua falim fajtorëve tanë. Mos na shpjerr në ngasje, por shpëtona nga e liga. Të mos vrisim mendjen sa jeni gjallë çfarë do të hani. As çfarë do të vishni. Sepse jeta vlen më shumë se të ngrënët dhe trupi më shumë se rrobat. Shikoni korbat. Ata as mbjellin, as korrin, s'kan plevica dhe as ambar. Por Zoti ju shem. Dhe sa më të vlefshëm jeni ju se zogj. Po mësuesi mirë, çfarë duhet bërë për të fituar jetën e përjetshme? Përse më quan të mirë? Asnjë s'është i mirë përveç Perëndis. Ti i di urdhrat. Mos shkel kurorën, mos bëj vrasje, mos akuzo njeri më kot. Respekto nënën dhe baban tënd. Që kur kam qenë i ri, unë gjithmonë i kam zbatuar këto urdhra. Duhet të bëni edhe një gjë tjetër. Shisni gjithë shka keni dhe jepni aparat të varfërve. Dhe ju du të keni pasurinë në qiell. E janë i pranë ndihni. Po ne jemi tregtar, të pasur. Sa e vështirë për të pasurin të hyjë në mbretërinë e Zotit. Më lehtë mund të hyjë një gamilje në vrim në gjilpërës se sa i pasurin në mbretërinë e qiellit. E kush mund të shpëtoj? Atë që nuk e bëjnë dot njerëzit e bën Perëndia. Është më lehtë të zhduket qielli dhe toka se sa të hiqet një shkronjë vetëm nga ligji. Shumë profetë e mbretër deshën të shohin atë që shihni ju dhe s'mundën. Të dëgjonin atë që dëgjoni ju dhe s'mundën. E ç'duhet që të bëjmë? Çto në shkrimet? Si spjegoni ato? Duaj Perëndin, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcën, edhe me gjithë mendjen. Duaj fqinjin tënd si veten. Në rregull, bëjeni këtë dhe do të jetoni. Kush është fqinji im? Jo ata ushtarët. Po për Cezarin. Një herë një burr po zbriste nga Jeruzalemi për një Jeriho. Disa kusarë sulmuan, e zhveshëm dhe rrafën duke lënë gjysmë të vdekur. Ndodhi që një prift kaloi asaj rruge. Kur e pa burrin u hodh nga ana tjetër. Edhe një levitian shkoi andej. Ai e pa të plagosur dhe pastaj u largua. Kaloi andej edhe një